në Italianin e Gjermanin e nuk punojnë për tokën e tyre. Pse nuk i na vjen plasja? Kam shumë një për mesa, drejqet, birë, të thonë, edhe u thonë, ku punon më i ti mesa? Qëroj ferra. Po mirë, pse të qëroj ferra? Po hajde këtu, edhe ku e ke qifiligun e ke më të dalë të fterës, atje lanadin e ke. Hajde puno këtu. Ja ku e ke? Bënë atje e ke perë, moj është bëni më ngrohet, moj po atje, atje më lidhe në gjithë shpëndët, se është bëni, hajde këtu. Jo, është krijuar mania, jashtë edhe duhet ngrohtësi, mojti, ngrohtësi e vanit. Nëna i mle fëmijët. I mle fëmijët. Na mungon nëna në shqiptarëve? Nëna i mle fëmijët. Su është krijuar kjo ngrohtësi, që di. Të bëj një pyetje për vete, si jeni kaq mirë me shëndet ju? Po kujdi, unë që të thëtë... Qa bëni, keni bërë diçka, gjithë jetën për këtë ditë? Nuk është se kam jetuar, kur i thonë, në kushte e kështu ideale, se adolescencën, po thuaj se e kam kaluar se gjithë familje e tjerë pas bagëtesë në natyrë. Herë në kasole, herë në qatore, herë në shpellë, herë ku nazite. Jorgan, hotel, ishe sharku. Deri në atë moshkju jam atje. Do më thënë, të ardhra bulmet kishim se printit babaj ka patru stan. Nuk ishim të pasur, por edhe të varfër nuk ishim. Po, jetë kështë di. Jetë të vështirë, mos e të vështirë, kalova jetë luftës. Hanim njëherë në ditë, se gjithë të tjerët dhe unë ishte ashtu, edhe ato, jo nga vetja, po nga fshatarët e nga populli. Aqë më tepër që kushtet e luftës janë të rrëna, edhe për të jetuar edhe për të ashtu. Ne një pjesë në takoj këtë ishim edhe jashtë vëndit në kushte shumë të vështira, po dhe masë kësaj, do më thënë, nuk kam bërë në jetë luksoze, kështu këtë në përgjithësi mirë, kam kryohë, do më thënë, vonë pas 55 familje, në kështu, nuk e kam luajtur nga Tirana, këtu e kam ashtu, vetë kam lëvizur, do më thënë, Tiranë, në Durrës, në Krujë, në Laç, në Lush, shumë vite, me shërbimet ndryshme, kështu, po, jetë normale kam bërë, kështu. Nuk kam qenë pa ngarkes, po jam i kënaqur në jetë që fillova dhe marrova dhe nuk u gërvisha gjakundi edhe në ato periudat e rëna, apo si ti thonë, kaloj dhe ushtria dhe persona si unë. Unë kam qenë me përgjegjësi, kam qenë komandant brigate, komisar brigate shumë kohë. Vetëm në Gërdec në një 13 vjetë. A ju Gërdecin pra njini mirë? Prandaj dhe kam qenë komisari brigatës në Gërdec. Në Gërdec. Edhe këta që janë përlyer atje, fune krye, kam pat mjek të spitalit luftës atje. Po, kam pat mjek të që përmëndë me emra, nga Saliu, nga Tritani, nga Petrele, nga PES, në spitalin e kohës të luftës. Edhe e dini në Gërdecin si që dije unë. Kush? Në Gërdecin, e dini. E din të Berisha, Tritan Sheu, këta? Si që dije unë. Po pse e njini kaq mirë? Po, ta shtinë, shtë thëmë unë. Jo, dua ta kuptoj, se nuk e kuptoj. Po ta shtinë, unë kur e digjova që e digjoj sot Gërdecin, unë kam pirë kafe me ta, mua im ka vizituar. A i kush? Ja, i. Berisha? Po. A ju ka vizituar? Atje që i tha shefi shnësis, mërë e këtë e kemi pa probleme kardiake, i tha. Po pse se si e atje, i tha, ta vizitojme, ti bëjnë gjithashtu. Ke kushte këtu kam, po sush kam, i tha, kam, vëllanën. Po, tha, ka probleme. E di, vërdet. Po lejet e të shenë. Këta kanë bërë të pa bërë, të keqen ja kanë bërë, këta vëndit. Po si ka mundësi që asgjë s'ka ndryshuar, ata prapë kërkojnë votën, ne ishim ku kemi qënë, Gërdeci nuk do gjykohet asë njerë me ç'duket. Si mendoni jo? Pase janë të mleksur, moj Durudina,
nuk është vetëm një këtu, po janë dhe ne dhe këtej kanë të cili pjesën e tire dhe e lënë sot, e lënë nesër, e lënë kështu atë punë. Vriten 26 veta, e plagoset e shkatërrohet një zonë e tërë, edhe si hinë kujt gjëme, Allah, për neve, për një gjë të vogël, na kanë. Unë thashë, për fatë të mirë, nuk më ka bërë kush vërejtjen të më qorton, të më thoshtë e mëre, qa bërë kështu ti? Të tjerët janë dënuar për hiq gjë, për një, ashtu, urëzohë makina dhe shkarkohet nga dhe tira, për gjërat vogla. Shtë të thomë, s'kam, për këtë, do më thënë, iki si thua që i vranë shpirtërisht, se nuk duhet të në nothe kjo, edhe tishim në këtë gjënje, edhe shoqërore, edhe ekonomike. Mundësit i kemi shumë të mira. Jo, ju nuk po ikni asgjë kundi, ju jeni shumë mirë, do jeni gjatë këtu. Po ja unë, po. Ku janë të tjerët? Ku i kam? Do shkoni të votoni si vjetë? Ja, unë kam di fëmijë, vajza është, i kam ledhur, iku në New York. Po të ishin kushet mira, si nuk ikte ajo, po e lanë pa punë këtu. E lanë pa punë. Ja muaj që më ke këtu në studio, 2 vjetë me radhë, 2 herë në ditë, haja buk vetë me një gotë qaj. A më beson, me një gotë, unë. Kisha dalë në pension me 7.000 lekë pension, edhe një të luftës 8. Isha aga. Kur erdi puna, pas në 91-shit, unë isha veti 4, taj 5 fare në shtëpi, vajza veti 4 atje, pa asnjë të ardhur, edhe isha detyruar udhëm që të me një gotë qaj, bilet dhe atë qaj, pa sheqer, po me zaharinë. E kështu. Pse? Duhet krijosh në të situata. Jo për mua, po për gjithë tjerë. Ka ndryshuar në një gjë? Për shembull jemi në 2025, si të duket tani? Ka ndryshuar diçka, apo keq po shkoj? Megjithatë se ti më bëre pyetjen pse jetë gjatësia te njeriu ka kushte edhe biologjike kështu edhe jetë edhe si ta trajtosh. Çdo gjë ka masë, edhe ushqimi ka masë, edhe pija ka masë, edhe çdo gjë, domethënë unë nuk kam qenë abuzues në jetë, në kështu, domethënë as hamës abuzues kështu. Po në fund pyetja është që ai organizëm që punon, ai tru që punon, jeton gjatë. Kjo është fjala kish mendimi tim. Nuk është ndonjë shpjegje shkencore kjo. Kështu që ju e keni lënë trurin të punoj, duke lexuar, duke shkruar. Po pse do rrej shkot? Pse rrej shkot? Këtë më thonë dhe këta. Këtë dikush dhe një po ti, po rrej deri se vajte 100 vjeç, merri me libër. Po shtë vajte. Libri të mban në jetë. Libri të mban në jetë. Ashtu marrë. Ushqen trurin, ushqen e freskon. Është puna. I vetmi problem që ka pasur në jetë më zhduket është mbasi është plagosur nga prerja që e hoqën dhe ruan fotografin. Nuk të kuptova të lutem. Po tregoj për të vetmet probleme në jetë që erdhën mbas plagosjes dhe mbas humbjes së dëgjimit nga puna përsëri, nga artilleria. Vetëm kjo të detyroj të kesh aparat. Gjithçka tjetër kam atë të defektin e këmës me krahut majt. Tashin me thënë drejtën se nuk ta kujtova. Edhe e këshin fjalën për italianët në spitalin ushtarak kemi patur një profesor italian, Augin. Ai ishte jo profesor, po krye profesor. Ai 2 herë më ka operuar edhe më ka shpëtuar nga ajo që i thonë sakatlëk. 2 herë. Në 17 nëntor 24 ditën e qlirimit të Tiranës, ai ishe atje, domethënë ishin 2 mjekë të tjerë që operonin, po ai u rrinë mi kokë, i thoshe bën këtë. Edhe në 48 nëse u rihap ajo që më hoqën atë copën që shikon atje, edhe atëherë
Po ai njeri kështu që këtire neve të umetemi borçli për shumë gjëra, edhe ua kemi shlyer me atë që në një mirë, po e kisha fjallën që me la pasoja ajo, domethënë kështu, po jo shumë të ashtu, domethënë qëndrova dhe në ushtëri. Tani në fund dua t'ju kërkoj një urim apo një mesazh apo çfarë doni t'i thoni ju shqiptarëve që do votojnë, edhe ju besoj do votoni në 11 maj. Edhe këtë herë do votojnë të gjithë, ata që janë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Keni një porosi për atë pajtimin kombëtar mbase që se arritëm dot asnjëherë, apo për çfarë keni porosin? Dëshira. Unë çuditem kur dëgjoj në këto fushata, domethënë premtime fantastike. Se të arrihen ato, kush ka një qik mën e di që duhet punë, duhet bashkëveprim, i thomi kemi patë të neve në ushtëri, ose mënje përbashkët dhe punë e përbashkët e njerëzvet. Tje në mënje, po vazhduan të jemi kështu neve, si sortë të arrim ku duhet. Unë thashë jam e atësaj periude dhe jam në gjënë e sot që të bëj vlerësimin, të thomë, more, për shpatëm mirë e patëm këtë, për shpatëm mirë këtë tjetërën do të keshëm bërë kështu. Këta se kuptojnë këtë dhe sot edhe vazhdojnë me të njëjtin havas. Tani, përsa i takon zgjedhjeve, gjithë një do vesh tek më i miri të dobët vetë, më i miri të keq vetë. Por, nuk e meritojnë që të votosh. Thomë të drejtën, flasë kështu me zëmën, nuk e meritojnë të votojnë për shumë arsye. Të di palet, këta që janë kresorë. Për këtë shkajke që është. Tani, do më thuash, po ti e ke originën i majtë, ti thomi e majtë, s'ka të majtë vërdet, po të kuptojmi. Po mirë mëre, pse do më thotë mua këta drejtuesit kryesorë të smajtës që ti veteran, ullë kokën dhe milë buzët. Pse do më thotë mua, me shtë drejt do më thotë, kryetari e kuvonit, me shtë drejt do të më thotë mua në mbledhjen në sallën e kuvonit me njerëzit, të thotë që qëllirimtarët u shëndërruan në pushtues, po që pushtova unë? Pushtova asnjë, vetën pushtova, shtëpinë time pushtova, po shtëpinë time e dojnë italianët në 15 prill, se harrova ta thoshja. Ata që strehuan. Urimi duhet të jetë kjo që këta që janë në pushtet, të jenë prapë në pushtet, por me mend tjetër, me punë tjera, duke shikuar çfarë nuk kanë bërë mirë, ta bëjnë mirë. Nuk është e drejtë që 5% e shqiptarëve të kenë 90% të pasurisë shqiptare në ashtu. Nuk është e drejtë kjo punë. Se si duhet bëhet, tashin biznesmen strategjik, po vendin se majnë ata. Nesër të kejnë kratë ata. Atë vendin e majnë populli tërë. Prandaj, ashtu, shurim të bëj këtire, dhe jetë urim të më të shuja do të, se s'kam për vete. Ke sa të duash, mende dhe zemër dhe dashuri për Shqipërinë.